Sa gojë bukur është, ë? Ja dhe Skënderbeu në sfond. Mirë shumë. Të dashur miq që jemi këtu në bulevardin Dëshmorët e Kombit, kemi ndaluar sepse kishim në takim me një personazh të tuar, një, le ta themi, mikesht programit, edhe që në fakt kishim kohë pa e parë, është atleta e mirënjohur Luiza Gega. Luiza dashur, mirëmëngjes. 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 Të shohim mashallah në goxha formë apo ju sportistët çu jeni domethënë në mëngjes. Faleminderit. E ke pirë kafe? E kam pirë, piva një kështu të shpejt. Një kështu e dio, po kafe për vërteti? Jo, dhe që thjesht ndalova diku rrugës sa për të... Në sekond ta bëj një kafe, dhe me qëse ti e domethënë e mësuar me këto medaljet e arta, ne kemi Golden. Golden kafe nga Lavazza. Në fakt është një nga të preferuarat e mia, jo për të... Jo, ato është për gjithë botën çanam. Ajo dihet. Ja ta bëj një kafe për Luizën. E dashur, po flisnim ra muhabeti gjatë gjithë kësaj jave, kështu po ta përbrenda, për aktivitetin fizik. Ke parasysh që vjen tani momenti që për shkak të plazhit na duhet të heqim ca kile e trupin në formë, kujtun se çfarë. Dhe ne zakonisht nuk marrim to nutricionistët, sepse i shohim në internet, s'është një problem i madh. Po marrim kryesisht sportistë, sepse nga qefi i madh për të hequr sa më shpejt. Ti heqin 20 kg, bam prierësh. Edhe filloj atë vrapin, te dita e dytë e gjysmëve e lejmë. Sepse kjo ka të bëjë që me edukimin në familje. Apo jo? Po, mendoj që një person që ka 30 vjet që nuk vrapon, s'mund të vrapojë për 3 ditë. përveç se s'mund të vrapoj edhe po themi trupi nuk është si përgjigjet si dikujt që është marrë me sport në fëmijëri, sepse si që dini muskujt krijojnë edhe memoria dhe nëse ti merresh me sport në fëmijëri, kurdo që ti rikthehesh e ke shumë më të lehtë. Me sheqer pa sheqer? Me pak. Me pak nuk kam probleme për këtë pjesë. Do t'jap bustinën. Aq kilometra sa bëj. Do t'jap bustinën dhe hull sa dush. Por do të dashur. Okej. Dhe po thojë që po thaj që shumë e rëndësishme edhe për pjesën që qoftë merresh me sport në fëmijëri, trupi krijon një memorie, pra muskujt kryesisht krijojnë memorie dhe kurdo që ti rikthehesh e kanë më të lehtë ti përgjigjen asaj që ti bën. Është qartë. Tani, problemi është për moshat e vogla. Domethënë, ne kishneve Brezion që kishte shtëpi pionieri, kishte klube sportive etj. Tani kalamajt janë bërë një çik kështu, le të themi dembel. Apo ja, është celulari 1, ngarkesa në mësime 2. Është dhe bafti provimeve tani, mos haro këtë. Te kafja me edhe shtëpis po, ulur gjithkohon, dihet ajo. Nga përvoja jote, çfarë fiton një fëmijë kur rritet me sportin që ka pjesë të përditshmërisë së vet? Sidomos tek fëmijët sporti sjell përfitojnë një sër të mirash, mund të themi, qoftë nga shëndeti fizik, por dhe ai mendor, ka një muskulaturë më të zhvilluar, një shëndet kockor më të mirë, një sistem kardiovaskular shumë më të mirë, përveç pjesës... Edhe për shumë oksigjen në tru? Patjetër, përveç pjesës që socializimit, vetbesimi që ai krijon tek vetja, ka shumë përfitime dhe ky është, mendoj, një nga gabimet më të mëdha që prindërit kryesisht e shikojnë thjesht si një hobi që fëmia të merret, por që pa e ditur që është jashtëmasë shumë e rëndësishme për një shëndet të ardhshëm dhe pse jo, edhe për një krijim i karakteri më të fortë. E mëson si të përballet me situata shumë të ndryshme, pra ti e mëson që në bazë, që në fëmijëri që jeta nuk është thjesht, po themi, fitore, ajo ka edhe duhet të përballesh me shumë situata, qoftë edhe sfida, qoftë edhe humbje, kështu që ti e mësoj që ai edhe kur humb të mos heqi dorë, të rikthehet, pse jo dhe më i fortë, i krijon këtë vetbesimin kur e shikon që po përmirësohet, ndjen veten më të shpejt, më mirë se ç'ishte, po themi, para pak kohësh, krijon dhe një vetbesim edhe kupton që ti po të punosh, po të stërvitesh, bëhesh dhe më i fortë, më i shpejt.
ka plot fëmijë që kanë edhe këtë pjesën që nuk janë shumë të socializuar, sporti ndihmon jashmase te kjo pjesa. Të paktën në akademinë që unë dhe trajnerim kemi krijuar ka plot fëmijë, edhe unë tani vërej që përveç fakti që sigurisht që çdo fëmijë është i mirë, janë të ndryshëm, disa janë më të tërhequr, edhe kur krijon shoqëri, krijon edhe shoqëri shumë të forta dhe kanë dhe një arsye shumë të fortë që vinë në stërvitje. Me çka kanë më juve, ç'a moshe? Nga mosha 5 vjeç. 5 bebe. Shiko, sigurisht që fëmijët nuk është se vinë në moshë kaq të vogël për të stërvitur, ato vinë edhe për të argëtuar, por që pra t'ia bën sportin, po themi më argëtues, sepse është shumë e rëndësishme që dhe fëmijëve të dish se si ta tërheqësh, themi që ato dhe ta shijojnë, kështu që më tepër janë lojra kryesisht koordinuese, sepse fëmijët në këto moshë pikërisht jo, patjetër, po që dhe kënaqen shumë. Më duket mua apo kam përshtypjen që, domethënë, këto largimi nga sporti, një rol të madh ka luajtur sidomos shkolla, sidomos ora e fizikulturës, e cila është një orë koti, me thonë drejtën, domethënë rastin e top aty kalamave merrni luni, ose bëjmë me demek gjatë me një çiksi nxemje që sot e shohim të tjerët, edhe pastaj mos marrja seriozisht e orës së fizikulturës. Dhe ora e fizikulturës është i lënë të koti nëpër shkolla. E ka mund të përshtypje apo tani flasim pa doreza, Luiza, se po s'folim pa doreza është i lënë kot. Në fakt nuk e di fiks të pjesën, sepse nuk është se kam kaq shumë. Po them informacion, por që faj kanë dhe prindrit ose prindrit i çojnë vërtetime, shiko, mos e nxjerr gocën time kështu me si quhen ato kilota, se është e smur, ka qenë vuan nga kjo, por lloj se bepesh vetëm për të mos dal tani bëhet ose s'bëhet nga shkret fizikulturë. Se pak se është një herë në javë, dy herë në javë, nuk e di sa është. Çfarë thika? Me sa di unë, në vitet e fundit është shtuar ore fizike. Po shtuan për shkollë. Atë e dim në rasti topin aty dhe ashtu. Pastaj se sa seriozisht merret si orë, këtë nuk e di. Merret fare, seriozisht fare. Gjuna. Se si unë më shumë i bën dëm, më shumë i bën dëm kalamajve. Është shumë e rëndësishme, nuk duhet parë thjesht në aspektin që ti do vraposh apo do lodhësh. Po ta them unë, fakti që çunat i çojnë te futbolli, ndërkohë që sport është dhe atletika, sport është dhe gjimnastika, sportet ka shumë, po pse vetëm te futbolli? Ka dhe diçka, kryesisht fëmijët duan të zgjedhin dhe atë sport që ato kanë dëshirë. Kjo nuk është fakt të gabim. Atëherë është lojë. Nuk është sport, është lojë. Çka, dhe domethënë në anë të lojës, sepse ne pikërisht e prekëm faktin që ato janë fëmijë, edhe duhet ta shijojnë. Dhe ti nuk duhet t'ia ushqem fëmijëve këtë pjesën që ti duhet ta marrësh si një sport, po themi të mirëqen kur je aq i vogël, pra duhet të shikosh edhe si pjesë dhe argëtimi, dhe njëkohësisht ti të mësosh këto vlerat që ne sa po folëm, pra përveç pjesës që ai me bazë që ti ke takuar shumë fëmijë që thonë duhet bëjmë si ty. Po, ka dhe... Kjo nuk është... Çfarë qëllon zakonisht ti? Çfarë i thua? Prindërve, se prindit se kalamajt në kalamaj, po prindërve çfarë i thua? Prindrit, çfarë i thua? Fëmijët duhet të shikojmë që ato fillimisht duhet ta shijojnë. Patjetër. Pra po duhet vinë me dëshirë, nuk duhet vinë ta kenë si një pjesë, po themi, ta të japi stres kjo gjë, dhe unë këto kam si parim kryesor, që fëmijët që vinë, po themi, në ekipin tim, në akademinë time, dua që të vinë me dëshirë, dhe fillimisht, jo gjithë vinë me dëshirë, por që në qoftë se ti ja bën pjesën e po themi të këtij edukimit argëtues, ato vinë me dëshirë. Kështu që unë këtë e kam vënë re, ka të bësh shumë se si ti e trajton, po themi, një fëmijë, ka të bësh shumë se si ti e stërvit, si apërçon ato mesazhet që ato duhet të përfitojnë nga kjo pjesa, jo vetëm nga ana, po themi, e shëndetit, por
më shumë se kaq, sigurisht që i mësoj vlera që ne të stërvitemi dhe të arrijmë rezultate. Duhet patjetër që qofte ushqimi të kemi kujdes, mos hajmë gjithë, sepse edhe fëmijët ti nuk mund ti thuash ti nuk do ta hash këtë sepse kjo do të ndryshon. Mirë, por përveç pjesës së qefit, kalamaj dhe mërziten shpejt. Po. Ti vetë si motivon, ke nerva? Shumë. Do me thënë sinqerisht, sepse ndoshta duket sikur thjesht duhet të Jo, më jo, se shpuna ty, jo. Por që kanë të japi një kënaqësi jashtëmase të madhe. Përveç kësaj lodhje, sigurisht sepse kërkon që ti dedikohesh jashtëmase shumë, ka fëmijë që janë më të ndjeshëm, ka fëmijë që janë, po themi, shumë hiperaktiv, që duan, e kanë mendjen thjesht vinë edhe më shumë të ngacmohen, ta shijojnë, të lozin. Por që sigurisht në këtë pjesën ka dhe ca dënime të vogla që ekzistojnë dhe unë e kam shumë të rëndësishme që ato të jenë cilëshëm, të respektojnë njëri tjetrin, ti mësosh që është shumë rëndësishme që sigurisht ato nuk do t'i mësojnë me ditën e parë ose dytë, por që nëse ka konsistencë dhe vinë, po themi kryesisht rregullisht, patjetër që këto gjëra do t'i mësojnë edhe. Me sa kalamaj merresh pak a shumë? Sa të janë bërë? Atëherë, Akademia është hapur që në vitin 2017, qëllimi kryesor në fakt ka qenë përzgjedhja e ndonjë talenti, po them për të ardhmen, sigurisht edhe ky është një nga qëllimet dhe aktuale të Akademisë. Po themin para 2 muajsh, ose 3 muajsh, në mos gaboj, kanë qenë rreth 25 fëmijë. Tani janë bërë dhe 110. Dëgjoj, që vjen rregullisht, ë? Që vjen rregullisht. Po them 110. 110 shikon, për një fëmijë të, po themi, të vogël, kryesisht moshës 6-7 vjeç, nuk është e këshillueshme që të vi Kur duhet vi fëmia tamam, domethënë? Çdo ditë 3 herë në javë, për ato është më se mjaftshëm. Një fëmijë kur duhet vi? Kur duhet vi? Në çfarë moshe apo? Çfarë moshe? Për të hyrë seriozisht kësaj lloj gjëje. Seriozisht ti nuk mund ta përcaktosh sepse thash një fëmijë kur nuk duhet ja ushqesh shpisën që ta marrë kaq seriozisht. Besoj që kur po them mosha 12 vjeç është e këshillueshme që një fëmijë të marrë ato hapat e parë. Deri në këtë moshë fëmijët mendoj duhet të eksperimentojnë, duhet gjejnë atë lloj sporti që ato i pëlqen, ndihen mirë. Jo, akademia ju çka ka përveç atletikës? Tani akademia jon ka atletikë vetëm, por që atletika nuk është se është fokus vrapja, kryesisht tek fëmijët fokus janë edhe kjo stërvitje nëpërmjet lojrave. Kjo është më shëndetshme për trupin se sa basketbolli apo futbolli apo tani atletika. Pa i hedh poshtë sigurisht. Atletika kryesisht është sporti bazë për sa i përket zhvillimit, sepse ti nuk bën vetëm vrap, atletika përfshin kërcime, hedhje, vrapime, shpejtësi, qëndrueshmëri, që edhe falë që të nërpres, ka plot edhe fëmijë që bëjnë dhe 2 sporte paralele, vinë bëjnë dhe atletik, dhe me shpresin që të bëjnë futbollistë dhe më mirë, dhe kjo i ndihmon vërtet shumë, sepse i krijon një përgatitje fizike. Të bëj një pyetje, është gjë e mirë apo gjë e keqe kur kalamajt vinë aty për të kalu një periudhë kohe? Është absolutisht nga gjërat më të mira. E di pse them sepse nga ana juaj e mësuesve, ju investojeni, apo jo? Ju investojeni, domethënë ti e merr seriozisht si me qenë më si merr një gjallë prap Pablina Ebro. Për shembull, ti e merr seriozisht dhe Befas pas 6 muajve thotë ka gjishte, rrofsh, faleminderit, mirë pafsh. Shiko, ka plot fëmijë që e bëjnë këtë, por që ta kesh sigurt që edhe rikthehen. Edhe rikthehen. Është shumë normale për një fëmijë që dhe ta bëj këtë. Ideja është seriozisht, unë e marr që një fëmijë të vi me dëshirë dhe të bëj ato që duhet të bëj. Prindit ta sillin me dëshirë, se kalamajt janë me naze. Shiko, unë këtë kam si qëllim që ka plot fëmijë dhe kjo është më e bukur e punës time. Ti ke marrëdhënie direkte me fëmijën? Kryesisht me fëmijën. Nëse fëmia do ketë dëshirë të vi, patjetër që prindri do ta sjellë. Ka plot fëmijë plot prindër që thonë ku nuk e kam dërguar fëmijën dhe çuditërisht ka dëshirë të vi këtu. Pra sepse prindërt, ka plot prindër, sigurisht që ka dhe nga ato që nuk e bëjnë,
që mundohen të investojnë për fëmijën edhe për sa i përket kësaj pjesës shëndetësore që sporti krijon. Ku kapesh ti? Ti ja fut vrapet, po ku kapesh? Ku gjendesh? Atëherë, vetë sigurisht që vetëm pjesë që ne kemi këtu në Tiranë është mbrapa ish hoteli Sheraton, sepse unë shumë vazhdoj të quaj. Teliqeni. Okej, nuk është ndoshta Sheraton që si quhet ai? Ish, më di që ka ndëruar emër. Pra aty stërviten, është fakt një ambient shumë i mirë, është në mes të gjelbrimit, edhe i shkëput pak nga kjo, po themi zhurma që kemi vërdall. Në çfarë ore kapeni juve? Atëherë jemi çdo ditë nga ora 5 deri në orën 8. Tani që është hap koha normal. Tani, po sigurisht, por edhe ndimër jemi çdo ditë në pistë. Moj kalamajt i sjellin ndimër se tani gjithaj i ftohtë. Ka plot prindër që i sjellin dhe fakt kjo është shumë e mirë. Fëmia duhet përballen. Shi erë apo kush? Tani kur ka po themi një shi shumë të madh, sigurisht që po, sepse ende nuk kemi një stadium të mbyllur, por që sa kohë shpenzon ti aty? Rreth 4 orë, sepse ndahen me grupe. Sigurisht që ndahen dhe me grup mosha. Po themi fëmijët që janë pak më të rritur dhe shikojnë atletikën si një sport për t'u marrë dhe në të ardhmen, ka një orar tjetër. Tani thonë zysh Luiza. Nuk ka gjë më të bukur, sinqerisht. Domethënë ato përqafimet që ti merr nga fëmijët edhe janë përqafimet më të sinqerta dhe më të... Po ti ke lënë sportin ti që angazhoj gjithë po? E ko tani se më merr me kalamaj dhe hiç po ndja. Tani kjo është diçka e vështirë, qoftë për t'u pranuar, unë fakt për momentin se thua me zë, po e thua me... Shëlloj ndoshta vetën që ka marrë thjesht një periudhë pauzë, qoftë edhe për të reflektuar, për të menduar që çfarë do të bëj në të ardhmen. Nuk e thua me zë, po? Sepse gjithmonë ndoshta them mund të rikthehem, ndoshta me garat e rrugës. Tani kaq re nuk jam. Zemra, 38 vjeç mori Messi botrorit e po s'ja mere. Dgjoj. Ne jetojmë në Shqipëri. Çfarë janë to garat e rrugës? Atëherë garat e rrugës, kryesisht gjysmaratonat, maratonat që janë gara që kryesisht sportistët e pistës siç kam qenë jam dhe unë, pra krijojnë këtë pjekurinë ndër vite dhe janë më gati për të bërë rezultate shumë të mira dhe në garat e rrugës. Po letë shikojmë, ndoshta, më mungon fakt kjo pjesa emocioneve, kompeticionet, sepse kam kaluar më shumë se, sigurisht më shumë se gjysmën në jetës time, duke ja dedikuar 24. Kjo është problemi sportit, drejtja vjen një ditë që ka vap. Po, dhe është e vështirë kur një sportist është mësuar gjithmonë me emocione shumë të mëdha, me adrenalinë shumë të madhe dhe ka shumë vështirë këtë pjesën e po themi të kapërcimit që ti duhet bësh gati që karriera jote nuk është si shumë karrierat të profesioneve tjera. Lajmi që doli është që Luiza Geka po zemjen për ta mbyllë. Ndoshta, por që shiko, unë kjo është arsyeja pse po merrem edhe me fëmijët, sepse ndoshta kam vërtet dëshirë që të filloj të përjetoj dhe emocionet pse jo si trajnere, sepse dhe ky është qëllimi im kryesor që nga këto fëmijë ne të sjellim talente që mund të jenë në disiplina të ndryshme dhe pse jo ta shikoj veten si një trajner suksesshëm në Kur të organizoni garën e parë zyrtare të akademisë. Do na thrasësh, e kam fryrë. Në fakt, jo më lart se dje po e mendoj, ne kemi organizuar disa gara. Na thuj neve që të vim. Kemi organizuar dhe po të vish, jam e sigurt që do të kënaqesh shumë të shikosh fëmijë që me këtë peshë, me entuziazëm dhe me dëshirë. Me këtë peshë që ka mundon mbi turp. Luiza, të vaftë të mbar. Edhe zysh Luiza. Të vaftë të mbar. Status i ri. Status i ri. Mirë, dhe shpresojmë të quhesh më vonë pak më vonë zonja. Apo të janë temë tjetër. Ose mame, ose ka plot status. Kemi temë tjetër, lëre, mos e hap të mohabet. Mirë, dashur të vaftë të mbar, edhe të shpërblefshin gjithë mundi dhe sakrificat që u bën. Shpërnderit. Vaftë të mbar.